po janë gjithë ato që vinë brapa, 10.000 të punësuar, jo të punësuar tek Mihali i Porto Palermos. Doni turizmin e Mihalit? Se kam dëgjuar ca që thonë, mos japim tuajve ne, le ta bëjmë vetë ata aty të aranxhohen vetë. Mihalin doni? Ha? Unë them jo. Se e kemi bërë zgjedhjen që të jemi aktor në një arenë ku s'jemi vetëm. Ishim ne, vetëm ishim. E kishim të mbrojtur të gjithë Bregdetin. Edhe nga vetja e kishim mbrojtur. Madje e kishim mbrojtur dhe detin deri në një distancë caktuar. Po bujqësinë si do ta mbështesim, si do ndihmojmë ne? E dini sa ushqim duhet për këto investime? Po ku do t'i marrin ata? Ndërkohë që shikoni powerholding.com është holdingu që ka kompaninë më të madhe të agro ushqimit dhe biznesit në lindjen e mesme. Dhe një nga pjesët e planit është stimulimi dhe lidhja e marrëdhënieve me fermerët për të dhënë ushqimin bio të Shqipërisë, se për të marrë ushqimin e Greqisë shkojnë në Greqi, ose në Itali, ose për të dhënë ushqimin bio të fermerëve tanë. E kuptoni se çfarë lloj fabrike ndërtohet atje për ekonominë tonë? Se nuk është vetëm do vinë ta marrin tuaj, çfarë do marrin tuaj? Kë do marrin detin? Jo, do ta pastrojnë. Laguna është në pikë të hallit, por nuk ju intereson ambientalistëve. Është në pikë të hallit. Do pastrohet. Prandaj po bëhet gjithë ajo punë me inxhinierë mjedisi. Do shtohen breza të tërë, pemësh, rëre, ishuj të vegjël. Është diçka krejt tjetër. Lëreni të mbarojnë punën. Pastaj gjykoni. Kështu jemi prapë, s'ka problem. Nëse s'do ju pëlqej projekti, shkoni edhe merrni me guna për mbitela. Guna dhe aty janë. Dhe në fund fare, dua të them që ne nuk mund ta lëmë këtë debat të bëhet një debat për një kompani private, hajvanësh të sigurisë që na morën fytyrën të gjithëve si vend në fakt. Edhe pse unë nuk do isha aq i lumtur kur i shikoja ato pamje që i shpërndan bota, se për botën është bukur shumë që ti na tregoj ne si këta janë ata të vërtetët. Po këtë nuk e marrin parasysh këta manipulatorët tuaj. Ky s'është debat as për kompaninë. Ky s'është debat as për shefjet kastradën, që t'jemi të qartë. Fare. Ky është debat për Shqipërinë dhe për çfarë Shqipërie duam nesër. Dhe kaq e thjeshtë është gjëja. A e mbajmë dot sfidën e një gjëje të madhe? Patjetër që është një projekt i madh, ka rrisjet e veta. A jemi të gatshëm që të punojmë për këtë, duke i mitiguar të gjitha rrisjet edhe duke bërë më të bukurën për atë vend, për vendin ton, për popullin ton, për fëmijët tanë? Kjo është sfida jonë dhe për këtë duhet të angazhohemi. Është kollaj të bësh të kundërtën. Nuk kemi ne asnjë luftë dhe asnjë dilemë lidhur me ata që protestojnë, me ju që po ju drejtohem gjatë gjithë kohës, dhe me ju nuk kam parasysh gjithë ata që protestojnë. S'kam parasysh Fatos Lubonjën. Shera parë që ja përmend emrin për shumë vitesh. Po e kam pasur mik, edhe më vjen keq për të. Por me thënë drejtën, më vjen keq edhe për ju që të shkoni pas tij. Sepse është e pavërtet. Është tërësisht e pavërtet. Siç u thash.
por unë ju mirë kuptoj edhe një herë për ta mbyllur, edhe unë do kisha bërë një gjë, sikur mos dija të gjitha këto gjëra që ju thash një nga një. Dhe mos qohet njëri të më thotë që pse nuk na e keni thënë më parë, sepse e para kemi thënë që po bëhet një projekt, por nuk e kemi projektin. S'është bërë gati akoma. Nuk e kemi studimin mjedisor, s'ka ardhur akoma. Ndërkohë që Ministria e Mjedisit, përpara, jo tani që ndodhen këto, por përpara ka nxjerrë dhe një urdhëres për të bërë punën e vet dhe për të marrë vendimin lidhur me impaktin mjedisor dhe për të dhënë të gjithë porositë e duhura në rast se investimi do shkojë përpara. Çfarë duhet të thoshim ne përpara? Ai është një projekt privat. Për Sazanin po. Kemi ne detyrë t'ju informojmë rregullisht kur të kemi informacion. Dhe nuk mund të bëhet një gardh shumë i shëmtuar, një akt skandaloz i një roje sigurie, pleshti që djeg gjithë i organe. Kompania e mori i dënimin e vet, të plot, ata që vun telat me gjëmba do ta paguajnë gjobën e tyre të plot, dhe ne duhet të vazhdojmë përpara dhe të shikojmë hap pas hapi zhvillimin e projektit. Dhe mos e harroni asnjëherë, ditën që do të më shkonte në mendje t'ju tradhtoja, do largohesha kokulur dhe nuk do rrihem më këtu. Kaq kisha unë tani, ndajeni mendjen, si doni të vazhdojmë. Faleminderit mediat